Muzika e mirë është bërë në atë periudhë sepse është bërë me veglat përkatëse, me mendimet përkatëse dhe me vlera kompetente, që do të thotë tani janë muzikë teknologjike. Po shkojmë te AI vitin e fundit. Domethënë, në periudhën e viteve 80, 90, këngëtari këndonte me një orkestër të madhe mbrapa dhe bëj muzikë ku violina luaj nga violina, ku kitara luaj nga kitaristi, ku pianoja luaj nga pianisti, kurse tani i ke të gjitha të amplifikuara nëpërmjet sistemit elektronik dhe prandaj dhe cilësia është më e patshkurtër, sepse të mendosh emocionet e një stafi prej kaq shumë vetash, si kundër tani ke vetëm një producent dhe kaq. Edhe back vokalet tani janë me zëra teknologjik, nuk është se bëhen si dikur nga shtate. Për shembull, We Are the World ngelet kënga më e bukur e gjithë artistëve të Amerikës, sepse është kënduar nga gjithë artistët e Amerikës në mënyrë individuale. Dhe ajo bën më të bukur, ngjyra e ndryshme, fytyra e ndryshme, vokali i ndryshëm. Është koha drejt modernizimit, koha drejt kompjuterizimit, edhe muzika. Prandaj është afat shkurtër mendoj unë, sepse nuk është afat shkurtër muzika operistike, është. Domethënë, nëse sot në Itali është 800 euro minimumi të presësh një biletë në La Scala për të parë një operë. Sepse është autentike dhe është ndërtuar e tillë, prandaj quhet klasike vëlla. Atëherë është natyrale. Është natyrale se dhe bios tani po jetin kimikate. Edhe kjo është për mendimin tim dhe fjala bio është natyrale më mirë. E lindur në tokë dhe me rrenjë vetëm e vaditur me ujë, jo me kështu, me aksesorë tjerë. Domethënë me bio 1.2. Një dyta e bios. Tamam.